Një ngjarje e pazakontë është shënuar vetëm para pak minutash në qytetin e Durrësit. Një vajzë e re e huaj është hedhur nga një person nga kati i dytë i një hoteli. Do të lidhemi në këto momente drejt për drejt me gazetaren Enkeleta Arapi, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes. Enkeleta, çfarë ka ndodhur? Njërë të përshëndes, në fakt ngjarja është raportuar vetëm pak minuta më parë nga ana e kalimtarëve të rastit, por edhe nga ana e policisë, ku është njoftuar që një vajzë e re është hedhur nga kati i dytë i një balkoni, por që fatmirësisht ka rënë mbi çadrat e një restoranti i cili ndodhet poshtë motelit në të cilin vajzat po pushonin. Në fakt është një grup vajzash që kanë ardhur që prej një viti dhe janë akomoduar pikërisht në këtë motel. Nuk dihet aktiviteti që këta fundi zhvillonin në qytetin e Durrësit, pasi vinë nga shtësi të ndryshme, ndërkohë që mësohet një konflikt në brendësi të motelit, ka bërë që një person tashmë identifikuar dhe i arrestuar nga ana e policisë, identiteti të cilët pritet të bëhet dhe i ditur në minutat në vijim, pas një konflikti e ka hedhur pikërisht nga kati i dytë i balkonit dhe përpasoj ka rënë mbi çadra, që fatmirësisht nuk ka marrë lëndime, është transportuar drejt urgjencës të spitalit të Durrësit. Zbritja e saj është mundsuar nga ana e zjarrtisëve ashtu si kurse dhe forcave të policisë, pasi për shkak të lartësisë e ka pas të pamundur të zbresi vetë, por që gëzon shëndet të plotë dhe nuk ka psuar lëndime. Mbetet për të sqaruar në fakt motivi apo edhe rrethanat, nëse kishte njohja apo jo me personin i cili është konfliktuar në brendësi të motelit. Policia pritet të japë dhe detaje për sa i përket kësaj ngjarje. Enkeleta, të falenderoj për detajet që përcollen në këtë komunikim të drejt për drejt.